Vetëm pak kilometra larg nga Korça në fshatin Dishnici jeton Lindita Latollari, një anvis që për shumë vitesh është përkushtuar ruajtjes së traditës së kuzhinës së vjetër shqiptare. Në shtëpinë e saj, puna nuk ndalet pothuajse asnjëherë. Me përkushtim dhe durim, Latollari përgatiti një shumëllëjshmëri produktesh tradicionale, reçelra të ndryshme, glikofrutash, turshi, si dhe petka e trahana, ushqime që prej kohësh janë pjesë e tryezave të familjeve në juglindje të vendit. Kati në ndeshëm i banesës së saj private është kthyer në një magazin të vogël ku radhiten kavanoza të shumta me përgatitje tradicionale. Çdo gjë bëhet me receta të trashëguara dhe me produkte të zonës duke ruajtur shijen autentike të kuzhinës së dikurshme. Pjesa më e madhe e këtyre përgatitjeve është për familjet e saj, por shpesh ato bëhen edhe dhuratë për fëmijët, miqtë dhe të afërmit. Për Linditën, kjo nuk është thjesht një punë shtëpie, por një mënyrë për të ruajtur traditën dhe për të ndarë atë me të tjerët. Unë kam qenë 17 vjet në Greqi, kam punuar në ëmbëlsira, që kur jam kthyer kam 11 vjet që punoj. I bëj për shefin tim, për t'ju dhënë shoqërisë, miqësisë, jo për të shitur. Konkretisht, ve djathi në vaj ulliri. Bëj gliko are, bëj gliko për fiku tegër, bëj marmallat për speci të kuq. Domate, kajsi, pjeshkë, marmallat për fiku, marmallat për kumdhe, marmallat për molle, për të gjithave. Nuk më kalon asnjë gjë. Kot. Një speci, një panxar, një qep, një udhë, një ashtu i bëj të gjitha. Nuk e merr asnjë zametin që të bëj. Që të thotë më thuaj sa bëj. Kto nëse të reja mund të pyesin për një gjë të vogël, po për këto gjërat e tjera jo. Mund të pyesin vetëm për kompost ose për glikot duhen me peshët, duhen me mas, asnjë nuk i bë. Në juglindje të Shqipërisë, anvisat njihen prej kohësh për mjeshtërinë e tyre në përgatitjen e reçelrave, glikove, turshive, petkave, trahanas e deri tek pastërmaja. Këto receta janë pjesë e një kulture të trashëguar brez pas brezi që vazhdon të jetojë fal grave si Lindita Latollari, të cilat me përkushtim mbajnë gjallë shijet e traditës.